Të nderuar qytetarë, organizata ndërkombëtare e Qendrës së Djathtë më e madhja në botë, Centris Democrat International apo e njohur ndryshe CDI, me 115 parti antare që përfaqësojnë 83 shtete të botës, ku mes tyre bën pjesë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, zhvilloi punimet e Asamblesë së Përgjithshme në Bruksel. Delegacioni i Partisë Demokratike të Shqipërisë, kryesuar nga profesor Dr. Sali Berisha, informoi Asamblen mbi zhvillimet aktuale në Shqipëri, protestën epike qytetare që tashmë ka hyrë në ditën e 48 në shesh, si dhe kërkoi ngritjen e një grupi pune për të dokumentuar lidhjet e qeverisë shqiptare me krimin organizuar dhe kartelet e drogës. Një kërkesë që në fakt u prit menjëherë pozitivisht, së bashku me propozimin për zhvillimin e një konference ndërkombëtare për narkoshtetin në Shqipëri. Pas njohjes me aktualitetin në vendin tonë dhe zhvillimet më të fundit, si dhe pas mbështetjes permanente me një sër rezolutash në raport me farsën elektorale të zhvilluar në 11 maj të vitit 2025, kjo organizatë miratoi një deklaratë mbi situatën në Shqipëri, e cila vijon si më poshtë. Deklarat e CDI-t për situatën në Shqipëri. Deklarat nga Internacionalja Demokrate e Qendrës së Djathtë. CDI shpreh shqetësimin e saj të thellë për përkeqësimin e vazhdueshëm të demokracisë, të shtetit së drejtës dhe të institucioneve demokratike në Shqipëri, siç pasqyrohet në raportet dhe vlerësimet e fundit ndërkombëtare. Shpreh solidaritetin e saj me opozitën demokratike dhe me mijëra qytetarë shqiptarë, veçanërisht me të rinjt e shumt, të cilët prej më shumë se 45 ditësh protestojnë në mënyrë paqësore në mbrojtje të demokracisë, transparencës, shtetit të drejtës, mbrojtjes mjedisit, të drejtës së pronës dhe të ardhmes europiane të Shqipërisë. Rikonfirmon se e drejta për protestë paqësore, liria e shprehjes dhe pjesëmarrja politike janë liri themelore demokratike që duhet të mbrohen dhe të respektohen në mënyrë të plotë. I bën thirrje autoriteteve shqiptare të angazhohen në një dialog të mirëfillt demokratik, të zbatojnë plotësisht rekomandimet ndërkombëtare për reformën zgjedhore dhe forcimin e shtetit të drejtës, të garantojnë kushte të barabarta për konkurrencën politike, e të ndalin çdo formë intimidimi apo presioni ndaj protestuesve paqësor, gazetarëve dhe shoqërisë civile. Rikonfirmon angazhimin e palëkundur të CDI-t për të mbështetur popullin shqiptar në përpjekjet e tij për demokraci, pluralizëm, shtetin e drejtës dhe vlerat e CDI-t. Ju falemnderit.